Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë rrezon vendimin e Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj dhe shpall të pavlefshëm dhe dekretin e presidentit për zgjedhjet parakoshme vendore në Tiranë. Në këtë mënyrë, ajo lë në detyrë kryebashkiakun Erion Veliaj. Pas shqyrtimit, gjykata vlerësoi se në rastin e shkarkimit të Veliajit, procedura e ndjekur nga Këshilli i Ministrave ka shkelur të drejtat për proces të rregull dhe duke mos i njoftuar kërkuesin dhe duke mos garantuar të drejtat e tij për të dëgjuar dhe për të mbrojtur. Gjykata theksoi se Këshilli i Ministrave nuk ka arsyetuar plotësisht as shkarkimin e Veliajit për shkelje të rëndë të kushtetutës dhe ligjeve, që do të ishte një bazë për të justifikuar këtë mas. Veliaj akuzohet në 9 raste për korrupsion pasiv, gjithashtu akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futjen e sendeve të palishme në burg. Vijon operacioni kombëtar për lishmërinë e objekteve në ndërtim dhe kundër ndërtimit të objekteve pa leje. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu, shoqëruar nga përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, inspektuan në fakt aksionin për bllokimin e disa objekteve të ndërtuara në shkeljet e lejes. Askush që ka një leje ndërtimi apo del përtej lejes së ndërtimit nuk do të lejohet të përfitojë as 1 metër katror më tej se leja e dhënë. Dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre që ndërtojnë apo shesin objekte që nuk do ta kenë të mundur të përfitojnë as 1 metër katror të zaptuar padrejtësisht dhe në mënyrë të palishme. Ndër të tjera, Koçiu kishte edhe një paralajmërim për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë prona. Këtu kam një thirrje dhe për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë një pronë. Duhet të bëjnë shumë kujdes në verifikimin e statusit ligjor të saj dhe të lajmërojnë organet kompetente për çdo parregullsi apo për çdo situatë abuzive me pronë. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Blendi Sulaj, bëri me dije se si në këtë rast ndërtuesit kanë tejkaluar lejet e ndërtimit, ndërsa kryeinspektoria e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Dallëndyshe Bici, bëri një apel për ndërtuesit dhe personat e përfshirë në këtë veprimtari që të jenë korrekt në zbatimin e ligjit. Qeveria shqiptare merr masat për të frenuar palishmërinë në ndërtim. Zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj mbrojti përpara Komisionit Kuvendit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural ndryshime që sjell akti normativ për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundralishme, duke rritur eficiencën dhe përgjegjshmërinë në inspektimin e territorit, ndërsa zëvendës ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Enkeleda Muçaj nënvizoi se kontrolli i ri është një hap i domosdoshëm për disiplinimin e ndërtimit dhe për garantimin e interesit publik në gjithë territorin e Shqipërisë. Deputeti i opozitës Xhelal Mziu e cilësoi aktin si të paprecedent duke argumentuar se ai centralizon kompetencat pa ndryshuar thelbësisht sistemin ekzistues dhe cënon autonominë e pushtetit vendor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare për 35 kryetar komunash të dalë nga zgjedhjet lokale të 12 tetorit. KQZ-ja thotë se ky vendim vjen pas konfirmimit se është përmbyllur vendimarrja lidhur me procesin e ankesave për këto komuna, ndërkohë ka nisur zyrtarisht fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve në garën për kryetar komunash që do të zhvillohet më 9 nëntor. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash do të zhvillohet në 18 komuna, si në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fushë Kosovë, Mitrovica e Jugut, Obliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suareg, Viti, Vishtri, Junik, Mamush dhe Klokot. Jo të gjithë kandidatët patën kushte të barabarta në garën për raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut, vlerëson SBO dir në raportin e parë, një ditë pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Vëzhguesit arritën në përfundimin se mungesa e harmonizimit dhe boshllëqjet e shumta ligjore janë shqetësuese sa i takon administratës zgjedhore, qasjes në media dhe sistemit për zgjidhjen e kontesteve zgjedhore. Përfshirje e përsëritur e zyrtarëve qeveritar në fushat si dhe akuzat e vazhdueshme për presion ndaj në punësve të sektorit publik dhe votuesve, si dhe akuzat për blerje vote ishin shqetësuese, tha Mateo Mekaçi, shefi i misionit vëzhgues të OSBE dirit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.